Rënja e fortesës. Operacioni që tronditi Venezuelën Caracasi u zgjua në një rrethim të papritur ajror, ku zhurma e helikopterëve dhe avionëve ushtarak sinjalizoi fundin e epokës së Nicolas Maduros. Një operacion sekret, i planifikuar me saktësi kirurgjikale për muaj me radhë, goditi zemrën e pushtetit venezuelian. Kompleksin presidencial të fortifikuar, i konsideruar deri djesi i pathyeshëm. Strategjia e ndërhyrjes sulmi nisi me një goditje teknologjike, duke neutralizuar menjëherë sistemet e komunikimit dhe mbrojtjes. Kjo paraliz la forcat vendase pa asnjë mundësi reagimi të koordinuar. Forcat speciale, përmes një rrethimi rrufe, depërtuan në rezidencë duke u përqendruar vetëm në pikat kyçe, çka minimizoi humbjet e jetëve dhe shmangu një luftë të hapur në rrugët e kryeqytetit. Momenti i kapjes pavarësisht të rezistencës së dëshpëruar të truprojave dhe shkëmbimeve të shkurtra të zjarrit, njësitë speciale arritën të depërtonin deri në një sektor të izoluar. Aty, Maduro dhe bashkëshortja e tij u gjetën teksa tentonin të strehoheshin në një dhomë të blinduar. Arrestimi u krye me shpejtësi dhe pa incidente madhore brenda kompleksit. Pasojat dhe ardhmja menjëherë pas kapjes, ish presidenti u transportua me helikopter drejt një destinacioni të sigurt, duke shënuar suksesin e plot të misionit. Ndërsa institucionet shtetërore kanë kaluar në gatishmëri të lartë dhe prania ushtarake në Caracas është rritur ndjeshëm, bota po ndjek me vëmendje zhvillimet. Ky operacion, i cilësuar si një nga më të guximshmit e dekadave të fundit, ka hapur një kapitull të ri pasigurie, duke vënë në pikpyetje të ardhmen politike të vendit dhe ekuilibrat gjeopolitik në të gjithë rajonin.